Një politik për e shqip që ka kërkuar titri, po e me zilja stritja. Të dy? Një moment mund të kryetar për talimentë. Vogël, në zyrën e mëpashme, për arsye të shtimit të madh të radhave tona, më të madhe për antarët dhe simpatizantët e PDSH-s. Unë jam njeri dhe bëj gabime. Ai fjalor që doli në opinion dje, fjalori im që nuk është i mirë, është rezultati një emocionit madh dhe një lufte të madhe që bëjmë. Megjithatë e shoh shumë të arsyeshme që të kërkojnë ndjesë për atë fjalor për gjitha zonjave dhe zonjushave dhe djemve që janë 9-18 vjetë. Të qenë sigur se burrat veç ma kanë falë, që ai kanë dëgjuar. Është shumë e rëndësishme të gjithë atyre që janë shqiptarë dhe hezitojnë që të jenë me ne, të japën një porësi generale. Nuk jemi engjëj, bëjmë gabime, po jemi dhe vetmit që e mbajmë përsaktimin ashtu si duhet. A përsaktimi shqiptarëve të Maqedonisë duhet jetë politik, kërkesat duhet jenë politike, jo të bëhen kërkesa grupore, individuale dhe të interese. Ju e patë edhe në vizitën që patë në Kosovë dhe këtë javë do të kemë Shqipëri, në emër tuaj që jep një forcë këtyre kërkesave politike, po them hapur publikisht se s'është e vërtet që shqiptarët e Maqedonisë nuk dinë çka kërkojnë politikisht. I kanë kërkesat shumë të thjeshta. Vendimmarrja duhet të kthehet në konsenzus të plot dhe buxheti i shtetit duhet ndahet në mënyrë të drejtë. E pranoj se shumë vështirësi kemi që të arrijmë dhe të fitojmë zgjedhjet. Megjithatë, duhet jap një lëvdat për ju, jo për veten, se projektet që janë kundër nesh janë projekte likviduese për PDSH. Jo ta dobësojnë këtë parti, po ta likvidojnë prej skenës politike dhe këto projekte e kanë vendin prej ku burojnë, prej të nëntoka institucionale e Beogradit e deri të nëntoka institucionale e Shkupit. S'ka lidhje, s'ka gajnë, mësi lodhe njërë. Megjithatë, është moment solem dhe nuk du t'ju lodhe shumë, unë do të vazhdoj në emër tuaj dhe të mbështetjes tuaj t'i grajës sakicës vetëm me një vend. Kjo është rruga që të shpëtoj të gjithë. Edhe njerë, jam shumë i impresionuar për këtë mikpritje, do kush do thotë po pse ka ky impresionim për Strugën. Për shkak se Struga është e vetmja që është dy fish opozit. Dhe këta njerëz që vinë këtu dhe me mija të tjerë që e mbështetin këtë përsaktim e bëjnë vetëm për arsye kombëtare, s'kan arsye tjera, nuk kanë interesa tjera. Edhe njerë suksese, shëndet dhe na prift rruga e drejtë. Pas fjalimit të kryetarit, ju thirr që të shërbejeni majlicime. Председателе, влегло ли ДПЛ влада, бидејќи имаше такви информации дека веќе се договорени одредени министерски места и директорски позиции во институции? Bisedojmë me kryeministrin, po ende nuk kemi mbrin atë pikë që pyetët ju. Cili do të jetë qëndrimi nëse konkretizohet? Po ai si të rrugën kryesisë time, cili do jetë qëndrimi i parë dhe të tregoj kandidatarëve. Janë shumë tema të cilat bisedohen dhe mendoj se nuk është korrekte para se të përfundojnë këto bisedime me nxjerr. Mirë po, mund të keni parasysh, ne kemi dy prioritete shumë të mëdha si parti, procesin integrues edhe çështjen e platformës politike. Të tjerat mendoj se më të lehta janë. Ja, nuk, s'kemi mbrinja. До смърт съм ял какао и коментира това вие снимки, които излеха в явността. Normalisht më vjen keq se kërkova ndjesë për atë fjalor që paraqitet dhe unë duhet të flas drejt se ato sharje janë të vërteta. Nuk mund të ikit vërtetës. Megjithatë është pjesë e një emocioni shumë të fuqishëm të një lufte të fuqishme që kemi si parti dhe unë si drejtues i partisë për ta mbrojtur platformën e partisë. Të tjerat që ka thot ai Voglushi janë tërësisht pa vërteta.